Uji Zemzem, burimi jete, besimi dhe historie. Në zemër të Mekës, pranë Ka'bes së madhënueshme, ndodhet një nga burimet më të njohura në botë, uji i Zemzemit. Një ujë që buron prej mijëra vitesh dhe që për miliona besimtar është shumë më tepër se thjesht një pije. Zemzemi është histori, mrekulli dhe burim jete. Origjina e ujit të Zemzem. Historia e Zemzemit fillon me Haxheren dhe djalin e saj Ismailin a.s. Sipas transmetimeve islame, Ibrahimi a.s. i la ata në luginën e shkretë të Mekës me urdhër të Allahut. Kur uji mbaroi dhe Ismaili filloi të qante nga etja, Haxheri e vrapoi me skodrave Safa dhe Merva, duke kërkuar ndihmë. Në atë moment, Allahu dërgoi melekun Xhibril a.s., i cili goditi tokën dhe uji shpërtheu nga toka. Haxheria tha: Zemzem, që do të thotë mblidhu, mblidhu, nga frika se uji do të shpërdorohej. Kështu lindi emri Zemzem. Zemzemi në Islam. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: uji i Zemzemit është për atë që pihet. Dhe në një transmetim tjetër, Zemzemi është ushqim për të uriturin dhe shërim për të sëmurin. Për këtë arsye, muslimanët e pinë Zemzemin me niyetin e shërimit, begatisë dhe forcimit të besimit. Burimi dhe thellësia e pusit. Pusi i Zemzemit ndodhet rreth 21 metra larg Ka'bes. Thellësia e tij është 30 deri në 31 metra dhe uji buron nga disa çarje natyrore në shkëmbë. Ajo që e bën Zemzemin të veçantë është fakti se nuk është tharë kurrë, pavarësisht miliona litrave që janë konsumuar për shekuj me radhë. Pastërtia dhe analizat shkencore. Studime moderne laboratorike kanë treguar se uji i Zemzemit është mikrobiologjikisht i pastër, nuk përmban baktere të dëmshme, ka përmbajtje të lartë mineralesh si kalcium, magnez, natrium, bikarbonate. Këto minerale e bëjnë ujin më të qëndrueshëm, më të dobishëm për hidratim dhe me shije të veçantë. Një veçori tjetër unike është se Zemzemi nuk prishet edhe nëse ruhet për një kohë të gjatë. Vlerat ushqyese. Edhe pse nuk është ujë ushqimor në kuptimin klasik, Zemzemi përmban elemente që ndihmojnë trupin, balancimin e elektroliteve, forcimin e kockave, funksionimin e muskujve dhe energjinë trupore. Për këtë arsye, shumë pelegrin ndjejnë forcë dhe lehtësi pas konsumimit të tij. Vlera shpirtërore e Zemzemit. Në Islam, vlera më e madhe e Zemzemit nuk qëndron vetëm në përbërjen e tij, por në besimin që lidhet me të. Profeti a.s. e pinte Zemzemin duke qëndruar ulur, lutej para dhe pas tij dhe e konsideronte atë dhuratë hyjnore. Zemzemi është kujtesë e durimit të Haxheres, mëshirës së Allahut dhe se ndihma hyjnore vjen kur shpresa njerëzore mbaron. Zemzemi, mesazh për njerëzimin. Në një botë të mbushur me teknologji dhe dije, Zemzemi mbetet dëshmi se jo çdo gjë shpjegohet vetëm me shkencë. Shkenca analizon përbërjen, besimi kupton kuptimin. Dhe për miliona besimtar, çdo pikë e Zemzemit nuk është thjesht ujë, por një kujtesë se Zoti nuk i harron kurrë ata që i besojnë.